Adela, ma thoj diçka, do më thënë sa i rëndësishëm është adhurimi, sa duhet jetojmë jetën tonë në adhurim ndaj Zotit, përpos gjithë sfidave që ne kemi çdo ditë. Si mendon? Adhurimi nuk është edhe muzikë. Muzika është në formë adhurimi që ne si grup kemi zgjedhur të shprehim atë përpara Zotit. Adhurimi është të vendosësh çdo ditë të nderosh Perëndin tënd, të ta jetosh jetën ashtu si ai na ka thirrur ta jetojmë jetën për atë. Dhe sigurisht që çdo gjë që bëjmë, çfarë themi dhe ku po shkojmë është për nderin dhe lavdinë e Tij. Prandaj adhurimi nuk mund të kufizohet me mënyrën se si ne e shprehim. Adhurimi gjendet në zemrën e njeriut dhe në vendimet që ne marrim, të cilën e tregojmë në jetën dhe dëshminë tonë. Paçka se ne kemi zgjedhur muzikën sepse Perëndia na ka vajosur kështu, na ka dhënë këtë dhuratë të bukur dhe një nga mënyrat më të mira për ta shprehur atë për ne dhe për shumë të tjerë është muzika. Por absolutisht adhurimi është thellë në zemrën e njeriut dhe duket qartë në vendimet që njeriu merr në jetën e tij. Amen. Mirë, atëherë mund t'japim një mesazh për njerëzit që na dëgjuan ose për gjithë ata që do duan të jenë pjesë ose ne si ndërbreza, do me thonë le të jemi frymëzim për tjerët. Elvin, kemi një mesazh, një gjë që mund të themi? Të gjithë ata që kanë në zemër për të lavdëruar Perëndin, kjo është shumë e thjeshtë për t'i thirrur. Sepse mjafton ti vetëm t'i thuash kush ka dëshirë për të lavdëruar Perëndin, gjithë do ngren dorën. Edhe pse është sfiduese edhe munduese ose që është e vështirë, por ata që kanë me të vërtet e kanë në zemër që duan të lavdërojnë Zotin, ata mund të vinë madje me vrap për të bashkuar grupit edhe për të qenë bashkë për të lavdëruar, si thatë Sabina që së bashku neve mblidhemi me të gjithë edhe adhurojmë Perëndin. Tani unë mund të them dhe ndoshta në një diçka më tepër, gjithë janë të mirëpritur. Ne dim që gjithsecili prej ne shërben në kishën e vet. Ka shërbesën, ka kohën që ata japin, kanë komunitetin e tyre. Ajo që neve kërkojmë është që të shkojnë përtej shërbesës së tyre në kishën e tyre lokale. Le të vinë dhe le të bashkohen. Këto kohë është ndërbreza, nesër pasi do jetë një tjetër ideja është të mbledhurit bashkë, është një iniciativë që tregon unitet midis drejtuesve të adhurimit, midis adhuruesve, midis instrumentistëve të ndryshëm për të lavdëruar dhe për të adhuruar. Le mos ketë një garë, apo jo? Nuk është një garë, nuk është një Ne nuk kërkojmë që të lënë pas dore shërbesat e tyre në kishën e tyre, por ne kërkojmë që le të ofrojnë dhuratën që ata kanë për të lënë një trashëgimi për brezat e ardhshëm. Të jemi sigur që ajo që Perëndia na ka lejuar të bëjmë, sepse Perëndia na ka lejuar ta bëjmë këtë gjë, do të jetë frymëzim për fëmijët e fëmijëve tanë. Prandaj dhe titulli është ndërbreza, do të jetë gëzim kur neve të jemi në mosh dhe të shikojmë një pritan që këndojnë dhe adhurojnë, të shikojmë si thua se si kemi qenë bashkë, si kanë qenë ato kohë të mrekullueshme me qëllim për të lavdëruar Perëndin. Kështu që ne ftojmë të gjithë që kanë dëshirë të bashkohen me dhuratën e tyre, instrumentistë, këngëtar, gjithashtu ftojmë edhe njerëz që janë të gatshëm ta ndihmojnë me veglat, me gjëra praktike. Nga teknike. Merë një valigje këtu, një kufje këtu, ne kemi parë ti ke nxjerrë ato video të shkurtra. Po, që tregojmë domethënë gjithë pjesën praktike të punës. Pra, domethënë nuk ka vetëm këngëtarë dhe instrumentistë, kanë edhe të tjerë, të cilët ta bëjmë këtë gjë të funksionojë. Se nuk është as për lavdinë time, as për lavdinë tënde. Nëse shikoni ndërbreza nuk ka emër individual, nuk ka emrin Ernis, Elvin, pavarësisht se na njohin sepse jemi besimtarë të kishës lokale. Prandaj dhe aty nuk është individi, por është grupi, uniteti, të gjithë së bashku në një frymë, me një dëshirë, me një mendje për t'i dhënë lavdi Perëndisë. Të kisha. Mirë, atëherë besoj se i kemi sqaruar të gjitha dhe mund të vazhdojmë edhe të sqarojmë edhe gjëra të tjera më vonë, apo jo?